Alternativa javën e kaluar vendosi që partia të bashkohet në Partinë e Re Vlen, por me njërën prej pikave nga partia e Bekim Salit kërkojnë që para nënshkrimit marrëveshjes përfundimtare të detajohen të drejtat e secilit organ. Kryetari i BES-s Bilal Kasami tha se subjektet e këtij koalicioni mlidhen sonte për të konkretizuar funksionimin si parti e unifikuar dhe se do të sqarohen edhe me alternativën. Alternativa ashtu si edhe Lëvizja BES-a LDE veç më morën vendim për shkrirje të organeve partijake në një subjekt të vetëm. Ne sot kemi takimin e radhës ku besoj që do t'i sqarojmë edhe këto çështje me alternativën dhe nga sonte unë besoj që do të nisë rrugtimi i Vlenit drejt një subjekti politik. Sipas Kasamit, me rikonstruimin e qeverisë mund të përfshihen Fatmir Limani dhe dikush nga ASH, që më shumë gjasa bëhet fjalë për Arben Fetajin. Ashtu si edhe Fatmir Limani dhe shumë figura tjera, dini që ka pasur zhvillime edhe brenda aleancës, pra edhe figura tjera ndoshta mund të jenë planin e rikonstruimit, por ajo që është më me rëndësi, fokusi jonë tani më është tek Vlen dhe sigurisht që deri në riformatimin e qeverisë Vleni do të jetë më i konsoliduar. Por kryeministri Hristijan Mickoski tha se kjo do të vendoset gjatë rikonstruimit të paralajmëruar në maj ose qershor. Најавивме дека таму некаде мај-јуни месец ќе имаме реконструкција во самата влада и се разбира дека многу од прашањата за време и пред таа реконструкција да се случи ќе бидат ставени на маса и ќе разговараме. Takimi i liderëve të Vlenit zhvillohet sonte në mbrëmje.